Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Surprizoi Eglin që të shmang gjyshin me Top Median, reagon Olsi Bylyku. Pas surprizës që Olsi i bëri Eglit brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, rrjetet sociale janë përfshirë nga zera se ky veprim ishte një përpjekje për të shmangur përballjen ligjore që Olsi ka me Top Median. Në mes të këtyre spekulimeve, Olsi ka reaguar publikisht përmes një Insta story ku shprehet me ironi dhe qartësi. Ju falenderoj për çdo mesazh, miq, shok dhe koleg. Kurse ju që keni menduar se bëj marrëveshje, ju kam lënë zotin, shkruan aktori në Instagram. Reagimi i tij lë të kuptohet se ai është i vetëdijshëm për komentet që qarkullojnë dhe nuk i merr lehtë dyshimet për një marrëveshje të mundshme me produksionin, por e mohon këtë gjë dhe shprehet që e ka bërë thjesht në mënyrë njerëzore dhe për mirënjohje.